kush kur kanë mi adhuru. Ore se tani ti flasim i do gjërat ashtu siç janë. TikToku për mendimin tim është për mua, për mendimin tim, 99% nivel botëror, jo vishte në shqiptar, TikTokun e përdorin si punë. Pa tjetër që e përdorin si punore, por unë po them diçka, se është dikush i degeneruar këtu dhe pranon që të degenerohet duke e përdorur si punë TikTokun, kur unë jam live, mos të më thojë mua jemi të gjithë një lloj, se unë nuk e degeneroj veten time. Dhe unë këtë rrjet social nuk e përdor për paguar faturat apo për të mbushur lekët e banka. Dhe nuk jemi të gjithë një lloj. Dhe njerëz që mua ma kanë thënë jemi të gjithë një lloj, unë po them. Po dakord vëlla, po pse e kundrej atyre që e fitojnë lekun TikTok? Po unë profesor çfarë bëj gjithë ditën profesor, po profesor ti je në punë je për jashtë me kemë duar, jo profesor. Po pra po ti je në punë për shembull, vllaje për jashtë ke, po unë çfarë bëj plak? Po ti ke shumë të drejtë, ti ke drejtën e Zotit do babale. Ore babale. Po ka shumë të tjerë për jashtë, ore ka shumë të tjerë që s'kan mundësi ndoshta ore. Po babale, ti ke të drejtën e Zotit do vëlla. Dhe gjithë secili ka të drejtën e Zotit ta përdori. Po nuk e ke të drejtën ti të thuash jemi të gjithë një lloj në këtë platformë. Sepse më ulu mua Allah, më qonë në nivelin tënd. Çamu një kurv Zagrebi, thotë jemi të gjithë një lloj TikTok. Po jo ore. Se ti e kurv Zagrebi, tregon pjesën në privat, unë s'kas privat në njëri. Gishtat e durve nuk janë të njëjtë, sidomos këtu në platformë, ku shohin njëri këtë platformë? Po përderisa të tjerë thonë osem që jemi një lloj, unë po ja përgjigje po them, nuk jemi një lloj. Unë nuk e ndjej veten një lloj si gjithë të tjerët vëlla. Urië. Po normal që si ai lloj më profesor, se me qenë një lloj ishim degeneru krejt. Po këta po them më shumë. Unë për vete si pranoj ca gjëra dhe nuk i bëj dot ca gjëra. Po profe, shife, kjo gjëja e TikTokut është më shumë e potencuar të shqiptarët se sa të popujt tjerë. Por, si pas mendimit tim, po kthejnë edhe një herë të ajo që e thash më herët, unë e preferoj më shumë që t'i shoh do goca shqiptare që rrin TikTok, do çuna shqiptare që rrin TikTok, do burra që rrin TikTok, e jo në përvenet ndryshme, edhe kur ka mundësi, i ndihmoj, kur s'ka mundësi, nuk i ndihmoj, po të keqen si au du, edhe nuk dal rrugës me një shok italian ose me një shok Dubait, e me më thonë dikush, edhe kjo shqiptare si ti? Në rregull, atëherë më gjoj sekond. Me keqardhje se nuk i kam përmendur ndonjëherë ato femrat e TikTokut dhe nuk do të doja t'i presja. Me pastërti. Por një gjë është e hapur dhe transparente. Pjesa më e madhe, 90%, kanë lënë semaforet në shtetet të ndryshme të Europës dhe po punojnë nëpërmjet TikTokut. Është prostitucion në një formë tjetër. Me keqardhje. Ne më profesor se trupin e vet po foto. Po renda akord reaver, po nuk jam dhe unë prostitut. Po ajo është prostituta, të punë ka, s'ka lidhje. Po jo se semi po thonë atë punojnë këtu. Po një lloj të njëjtën punë po bëjnë, vetëm po e bëjnë në mënyrë nëpërmjet TikTokut, s'po dalin te semafori, po dalin te TikToku. Po mirë, kjo është legale ajo është ilegale profesor? Jo, ashtu është legale në Belgjikë, është legale në Gjermani, është legale në Hollandë. Po profesor, nuk mban gjë asti asun asemi as olçi këtu valla nuk mban përgjegjësi për çdo njeriu që është këtu valla. Gjithsesi nuk mban përgjegjësi për veten e vet. E kupton dhe nuk mund të japim ne për shembull tash çfarë më vjen tjetër për zot apo jo. Bëj çfarë doja, ç'pun kam unë. Po le të bëj çfarë do doj, por nuk mund të dalë një prostitut Zagrebi të thojnë jemi të gjithë një lloj. Se nuk jemi të gjithë një lloj. Se nuk e thrasun se jemi bolet trapez të me gjuaj 5 bilion euro. Po mirë vëlla. Ta bëj një pyetje tjetër më të qartë. Po. X persona. A duhet me dalë mushit apo është më mirë që ka qelluar në TikTok sepse e harroi shteti, e harroi familja, e harrun prind, e harrun vllazit, motrat, me të pa shtëpi, me të smut, me të pa ju dhënë fëmijëve bukë, me të këtë, me ta. Çka kishte preferuar ti me dalë mushit në rrugë, se ajo patjetër dikun lekun duhet me marr. Në rregull. Patjetër që këta duhet ta marrin. Tani, meqense ti sem te ekonomia, besoj si ekonomist duhet jesh i mirë te numrat. Po. Këta personat që punojnë në TikTok janë 1000.
Këta që gjuajnë janë 500.000. Ju mos shani. Sa njerëz janë bërë si të sëmurë dhe të varur nga TikToku dhe duke u manipuluar nga këto online-et e TikTokut, vazhdojnë edhe gjuajnë dhe nuk dërgojnë më lek as në familjet e tyre në Shqipëri. Dhe po të dali shteti shqiptar me numra, jam 1 miliard% i sigurt që vlera e dërguar nga emigrantët në Shqipëri, që nga hapja e TikTokut, ka rënë. Jam 1.000.000% sepse njoh njerëz që marrin borxhe për të gjuajtur në TikTok, njoh njerëz që i kanë harruar familjarët e tyre në Western Union apo MoneyGram. Janë sëmurur emigrantët dhe gjuajnë këtu gifte. Punojnë, marrin rrogën, është bërë TikToku java e parë të gjitha aksion. O profe, po ti pse mërzitesh për këta që gjujnë? Unë jam të folë për kategorinë e atyne që janë për nevojat ndryshme në TikTok. Unë po flasë për kategorinë e prostitutave e gjunë dinarin e vetë, jo temin, tanin, ose të babales, ose të olësit. Gjoj sekund, unë po flasë për kategorinë e prostitutave burra ose gra, që prostituojnë në përmjet TikTokut dhe u bëjnë njerëzve lavazh truri duke i mbajtur në për private me mënyra nga më të ndryshmet që kur të hapin live-in të vinë t'i gjuajnë lekë. Unë nuk i gjuj prostituta TikTokut derisa ti, unë edhe babalja me qëllim edhe me dëshirë edhe nga zemra shkoj me super. Edhe unë edhe ti me dëshirë paguajmë një femër 5.000 euro. Po atëre pse e qunë prostitut Olsin. Më fa një sekund, si e quan ti një femër që e paguajmë? Se me qujt Olsin prostitut nëse na tre shkoj me gjuj me Olsin. Ore, unë po flasë për ata që janë në kategorinë e prostitutave. Se nuk e shoh Olsin. Nuk ka njerëz kategorinë prostituta, valla. Kare ka së të duash. Nuk ka lidhje fare me këto gjona, vëllai. Pasha familjen... Nese, janë ca njerëz tu që janë ndarë, janë ca njerëz që janë prapë ndarë, apo nuk ka. Ore, babale, po tani të flasim gjëra të Shqipë, babale, deri sa une gjuj, majtas djathtas, dikujna, une nuk muj me dalë këtu me thonë, janë prostituta, janë lpirsa, janë XYZ. Ose maja kam abetin këtu valla, për disa njerëz për shembull që vjen e shkruajnë çfarë thon privat, si me gjujt këtu, për këtë kam abetin. Nuk kam abetin për shembull ti unë se. Unë kam abetin për ato tema që janë. Unë nuk kam vetëm privat, si këtu si WhatsApp. Nuk kam shkruar asnjëherë që vlladim ndihmoj për një lojë, as Olsit, as njëri që nga ata që gjujnë, nuk e se shkruajmë herë vlladim me një lojë apo ku ta dinë. Dale një sekond, babale, jo, dale një sekond. Tani mashtrimi dhe manipulimi në përkthjet të rrjeti sociali është i hapur dhe i drejt për drejt. Kë ka vallën për ta që mashtrojnë njerëzit nëpër private, e kupton, për ta ka vallën. Babale, unë Jamesin e kam shok, edhe si kam thonë kur, hajde ti ma fito këtë loj, hajde. Po se se bën do tjera atë. Po s'ka shans valla, kush do semi më ardh vjella do xhuj. Ti thuj semi 5 herë vjella nga njerëz. Gjok do vetë valla. Po ai s'do të shkoj në rregull. Boni xhes kur do. Një sekond, ka njerëz. Po në rregull, nëse unë vi gjuj ty, dhe profja thet Olsi o prostitut se pi gjumë semi. Jo, i sekund, osem. Se i kupton gjatë. Po valla, normal që s'është në rregull valla, po këtu e vllai shajnë se kanë inat se i ke gjujti 10 herë atit, tani po i gju babales, po pse po i gju babales. Historikisht gjëmu, historikisht semi historikisht ka gjujt gjithë TikTokut, pa përshtim gjithë ka parë TikTok ka gjujt. Gjithë. Ore, bravo i qofë. Edhe profesorin ka gjujt, valla, po i kanë shajnë. Mos mbarofshin numrat. Edhe profesori ka gjutës, po them se s'ka gjutës, gjithë kanë gjutës, na kanë gjutës, kanë gjutës. Ka akande me nivelet mëdha, po i kanë shajt në fund. Më thonë që këtu njerëzit janë të paftyrë vëlla, se tani kur gjut tjetri, nëse nuk ke mundësi me akthy të paktën mos e shajë ai. Po, për atë arsye dhe jam të fol se unë smuj me leju profesorin Mirushin ton këta që kanë gjujt siguron me dal me thon janë prostituta disa, sepse edhe vet ka gjujt. Ore kam gjuajtur. Gjithë kanë gjujt vëlla. Ke gjujt atëre, po njerëz janë prostituta. Gjoj një sekond. Gjoj sekond gjore. I ndajmë gjërat ore. I themi gjërat, po i ndajmë shapin nga shliqeri. Ka femra në TikTok që u çojnë video gifterave nudo. Po e kishte se nga provë e kupton. Ka femra që ju çojnë videore nudo që bëjnë TikTok, valla, janë me kalamaj. Po është vërtet. Janë me kalamaj dhe me burrë në shtëpi. Mirë po burri janë në video. Dhe çon në për giftera burri bën këtë punë, gruaja del aty në live, e kupton?
Tani e kanë punë në mënyrë familjare. Janë të degeneruar vlla. Nuk do t'i ngren flamur, t'u themi bravo, t'u ngren buzë. Ka dhe na, gjoj sekond tani haver. Ti e përmende Jamesin, po e përmende unë se kam ngren buk me Jamesin. Tash ti vlla, nuk i shkruan Jamesit mesazh, por ka nga ata që i hipin avionit, dhe në hanë një picë të picë e Jamesit, se ka një lojë mbas një jave. Ai është manipulus në shoqëri vlla. Ai është kurd dhe prostitut. Ka lloj njerëzish o vlla, ka lloj profesor. Po dhe pas pak kohë prishen këtu në këtë platformë, sepse del që është prostitut burr. Tani ç'a ti bëjmë? Ti ngrem edhe këtyre llojve lapitar? Po lapidar nuk i ngrem dot ne profesor lapidar. Nëse ti fol po. E kuptoj ndryshe se jemi do të sigur e the për këtë edhe për të që kanë gjujtur. Po jo, se nuk e bash për të. Më tregoj historia vlla. Unë po them, mund të ketë në ata prostituta që i hipin avionit, e ndjekin semin këma këmbës, i japin një drek me karkaleca, ti bëjnë qefin që ky të gjuaj 10 milion pikë të bëjnë një në fatale. Ata mos e thujti se nuk e gjenë lokacionin ti kollaj jo. Ore, ka që ja gjeni se jemi në bëvendet në babale. O prove, jënë të pagu njërës, kanë pagu $50,000 ma gjetë lokacionin, unë aty isha 20 metra afër, $50,000 ka dhënë pizema poshtë New York. O baba, o profesor, nuk lesemi me pagujt atë kakalecën, se thot pa me të futme. Problemi qëndron këtu, A di ku qëndron problemi? Problemi qëndron se ky prostituta që ta akon, apo kjo prostituta që ta akon, se si themi do ta sky, po kjo prostituta që ta akon semin, bas një gjuan semi 10 milion piko. Dele dhe thot jemi gjithë prostituta. Po jo ore se ti amore goj semit, që amora unë. Je ti prostitut e semit, që am unë. O profesor, mban me di kur flishe ti këtu profesor e thoshe ti për shembull s'po them me emra, po ku ti djegi lër ta mbaj. Tani unë du të themi gjë. La të flasë, ty pse djeg çka ke valla? Ore vlla, po se jam i vetmi këtu që s'ma ha kari fare. Po atë lërë se të djeg. Lërë po të djeg, të po djeg. Tu edhe s'të djeg edhe flet. Ore, gjoj sekund, se nga të rojnë njerëzit, ore, më marrin e mua për prostitut pa dashje. Nuk jam prostitut, ore, vlla. Po dakord, po pse brengosë? Jam këtu për të talur. Vlla, ç'është kjo fjalë prostitut, vlla, se mos të brengosësh, vlla. Në imagjinatën time nuk e imagjinoj dot si them njeriu prostitut ose të më thotë njeriu mu prostitut. Unë edhe me afon si ja them dot njeriu prostitut. Ja, unë ja them atyre që më kanë thënë që jemi një lloj të rrjetit social. Ato janë thashë thamë. Me ma thonë se imagjinoj dot, valla. Po me afon se them dot, valla. Unë ja them çdo personi që ka dhënë. Ndryshe me pas përballë, se i thu prostitut, ja shi dhe rob e bolle prostitut në vërtet. Po në rrjet social nuk i thuhet tjetër prostitute, se del thot prostitute, kurve, buqe, po doli një prostitut, edhe thot jemi të gjithë një lloj në të rrjet social. Unë të dalë dhe të them, je prostitut ti, unë nuk e di vlla se çfarë është prostituta, po ti je, unë jo. Ngjoj këtu. Mund të them unë këtu shumë gjona vlla, po s'do të thotë që je ti ashtu. Ha? Mund të them unë shumë gjona këtu në përgjithësi, vlla, po dale se ty te ky rrjeti social këtu po se reagove, e marrin të mirë qenë këta janë për qibelan. Jo, prove gabim me ki, po reagove gjysin e pranove. Po reagove gjysin e pranove. Prove, po reagove gjysin e pranove. Sot në njën e Edlir Halili, atë e dil me spat edhe shia motrën në fjith ka i pari të i thunë. Momentin që s'përmenin emrin, s'kena dhe. Gjoj sekundër gjore. Jo da një se i themi disa gjera ashtu si janë. Këtu në këtë rrjet social ka më shumë kurva se sa burra. Ure s'diskutohet dhe nuk i gjetë do. Nuk do ndekur me kurvat se infektohesh. Ure këtu do s'do rrimu babale, po jo, kam vlasë tjetër a i la futi kurë, qa të bëjmë, ku të shkoj? Dëgjoj, s'vetëm t'i shka. Duhet njeriu të flet pak edhe nga ana e realitetit. Çka është realiteti këtu në TikTok? Është një fjalë popullore që thojnë, me kënd trish ashtu bahesh. E unë i thash më heret, ki pranu mu fut në këtë platformë, jetu nejt me ne, do bëhesh sikur ne, për ndryshe t'i del nga platforma.
Para opinionit, o profe, para opinionit je i njëjtë, vëlla jam. Para opinionit je i njëjtë. Pra ndaj reagoj unë, se nuk jam një lloj si ju. Po reagove gjysën e pranove. Jo, nuk jam një lloj si ju, jo. Jo, absolutisht. Edhe atëra nëse nuk je një lloj si ne, del nga platforma mos rri me ne. Po pra ndaj nuk parë se do një zëdaj, si ne, pse rriti me mua, pse rriti me mua ose me ta live, po që të bëhemi dhe ju si unë, vëlla. Mundohet të nishe me shpirtin. Shumica profesor e mund pakicë, më vjen keq. Qa thua? Po. Shumica budall, pakica bashkë me ta, shumica të meqë, pakica me ta. Mirë unë me kem gazen, edhe mirë unë me këtë platformë, thoj. Kjo profesor, i ne, po da vaj ti. I thati e djek njomi, profesor. I thati e djek njomi. Po të më dish një dopë mua, u haver. Ku e të djek ajo se të vusë, po nuk më dish një dopë, u haver. Do të djegim, profesor. Jo një sekundë, jo nuk më dish një dopë. A di pse? Se Ty të pse dojshi, po profesor, u haver. ti bone mirë, edhe u dogje. Llogarit me po keq se çfarë bën. bën. Një sekond, o vëlla. Tani unë ditë vetëm kaq. Kur dal unë ndonjëherë këtu që mbaj deklaratë për shtyp, vinë njerëzit dhe thon po flet profesori. E kupton? Sa ti fjala, o ave. Gjë. Për kështu për monolog, je i pari sta merr atë kusht, me të gjesh. Ore vëlla. Do të qenë drejtor shkolle, je profesor për monolog. Ti vlas. Nuk të le. I flasin gjëra. Vetëm i çdo duhet kesh profesor, e keq ortim nga unë. Unë nuk kam bo shkollë sa ti, po s'kam bo as çerekun në shkollës tate, po kam bo shkollën e rrugës. Duhet heqësh fjalët ofenduese. Qofse do që fjala jote të jetë bindse, sa më pak ofendim. Jo, unë nuk kam ofenduar, po i them majmunit majmun është. Po bra, majmun është edhe ai si me majmuna. I thuhet penis. Kupton? Jo, unë majmun. Në televizion i thuhet penis, profesor. Majmuna të rinë me majmuna. Majmunin unë e fuse kopshti zoologjik i edhe dhe i banane. Jo, kush rinë unë me majmuna, bon majmuna dhe ai. Jo, s'do të thot që ata që vjen te kopshti zoologjik janë majmuna, ata vjen se jeni banane majmunit. Tjetër gjë është me shku me vizitu majmunin, tjetër gjë është me nejt me orë tëra me majmunin. Jo, unë nuk kam nejtë me majmuna. Ai që vetë jedh banane majmunit në herë kur i ke shpishive të pasqyrës, thos ja berej majmuni sot. Edhe ta kemi to majmunin. Se kujton atë. Jo, papa. Po prapë, ky majmuni që e ka dorën mi kokë, pse rrin me orë tëra me ditë tëra me majmunin? Si? Ky majmuni që veman dorën mi kokë. Cili majmun? Për kja e ke fjallë? Ky babalja, pse rrin me orë tëra me ta? Gjoj sekund, gjo. Dhe kjo në kopë zoologjik. Gjoj sekund, gjo. Babalja, jo se ka mu shok babalja. Babalja, apo qdo të shumë që është në burg, që ka telefon, jam e të dyja duart të bëj TikTok, 24 orë po ja lando telefoni, 24 orë e bëj TikTok. Se unë i kam berë 5 ditë burg, nuk kam berë shumë, 5 ditë kam berë. Edhe babalen e dua dhe respektoj, se kur e kam parë për herë të parë në live, kam parë atë tubin atje mbrapa, se kam ndajtur në të njëjtën vonë, dhe në të njëjtin edhe bumë që ka qenë babalja, kam qenë edhe unë. Dhe çdo person që është në burg ka të drejtën e Zotit ta përdori këtë rrjet social dhe shoqëri që është dhënë mundësia që mund të krijojnë ndonjë të ardhur. Edhe çdo allergji osem, se nuk jam kundër allergjive. Çdo allergji, çdo njeri mur, çdo njeri që nuk ka mundësi, çdo njeri që është invalid, çdo njeri që ka pa mundësi për të krijuar të ardhura, pa tjetër. Unë flas për manipulator edhe për njerëz të shpifur në mendja. Unë për ata hak remën, nuk hak remën tani se ka njerëz tu është gjëna nga për. Është ngroft tubi, ti thosh babale. Akoma s'është ngroft. TikTok, ose TikTok duhet ishin njerëzit që kur të hapte live-in, kishte 1 milion halle. A ti pore ti gjuash me shpirt, po jo ti gjuash ti dikujt që të shet edhe tangërlik nesër të bën filma. Nese, o vlla, ky ka ndihmuar sikur tha dhe vet, pa dallim racës fare, ka ndihmuar çdo njeriu këtu profesor tash i flasim drejtën e bër. Ajo është e drejtë e vetë valla. Janë ata, o vlla, edhe njerëz se the pak më parë të balancesh për një person, po më parasysh
A e ke njoft këtë platforma, e ke njoft në rruga, e ke njoft në burga, ne e kënej. Nëse ati personi ja don të mirën, ati personi gjindesh kur ai ka nevojë. Jo, ai hin live edhe ti shkon e suporton. Kur ai ka nevojë, sepse ai shtetet e ti edhe cokat e ti thet, ve, kam këtë hall vlla. Si pja bajnë, mund të ndihmosh, nuk mund të ndihmosh. Ti i thu po, edhe e respekton. I thu jo, nuk e respekton. Nuk e respekton ti që i rrin me orë tëra në TikTok me ta. Gjithse cili ndihmon një person tjetër sem në bazë të mundësive që ka. Gjithse cili ka mundësi sa do pak me ndihmu. Sa do pak me ndihmu, ajo s'bet fjalë. Fiks, këtë isha të thonë. Ajo si bëhet fjalë, po çdo njeri ndihmon në bazë të mundësisë që ka. Fiks, ata, 5 euro, 10 euro. Më gjoj sekond, ti kuptojmë gjërat. Ti ke 100 milion euro, unë kam 1 milion euro. Nuk japim do të dy në 100.000 euro. Po jo, valla. Se po dhe ti 50 milion euro, atër do japim 500.000 euro. Mi, po ka dhe në ata së vetëm semi që ka legëre, ka dhe në ata që kanë gjitha ato legë profesor dhe nuk i rrut kare për njërius, një bo njëri. E diti për jo? Ore, gjoj sekund, ata janë kategori. Ke shumë veta që kanë legëre. Ata janë tjetër kategori, o babale. Ata janë tjetër kategori, jo valla. Ata nuk mos merremi fare me ta. Ore, kena sa dushë kanë lek, po as nuk na shkruajnë. Edhe pranaj po të thasha pak më parë, që semi është i vetmi parë se se, duam më duam. Është i vetmi që edhe kur ta shofësh edhe rroba që ka të vetë, ka shumë thjeshta, edhe me njerëzit që rri shumë thjesht, është robi thjesht. Është thjesht si atë bën njeri sot, o profesor, se nuk bën gjë tjetër, të legu sot e kene asë se ke, o vllai. Më fali sekond, Olc. O babale, çfarë të thash unë telefonatën e fundit që bëm? Që theti mos ma ngacmo semi dhe se ma pagoja të faturën. Qa të thash? Ku me mendu që më theti atë është tjo? Po jare tani, ku mbaj me si mbake me si mbake? Se mbaj me ndo për zotin që më këthena për tani. Se mbaj me ndo, më thuj. Ma kujto, Allah, ma kujto të them, po jo. A të thash që për atë gjë, bravo i qofta, s'kemi që i themi? Po. Po atere. Po mos e gasmo, Allah, pse të gasmosh, Allah? Gjëjnë sekondo të gjore. Ore, ju më gazmuat më një ditër. Ore, ju vetë më gazmoni, ju më kujtoni situata, e pas ta i thoni pëse fletër. Unë ashtë dua, Allah, po më gazmove pak. Me majmuna se bosh majmun. I bje që më kam bërë këta intrik, poste. Po normal, majmuni me majmuna. E more bje që majmun të shi? I bje që më keni bërë intrik ju. Majmuni me majmuna. Jo, larg majmuna. Nuk do thjesht që i ki qumë kapitologjik, po kinejt me ta. Bo, si kur ta. Ke mësuar gjuhën e majmunëve, disë të flashe ti si ato të shi. Jo. Largë tutje. Largë. E që nga ka gjera. Ju të da kuptoni me fjallë, kur të mos tjetë mo këtu në këtë platformë, atërë da kërkoni semi. Sta që e keni nuk dini të mbani. Unë për vete time babale, mos të diskutojmë gjatë, ta thashë edhe shparë pa ardhur, ta nga përë. Ja kam thënë edhe semi të privat, për ato fatura, vla, që ka pakuar. Mirë, a lodhës ti profesor, kur hap një GoFund edhe për shamë, supose se kë nuk esh, edhe rri me ditë tëra të për mbledh ato lekë? A lodhës u plek? Ore, unë them kështu e, tani kam gjetur, them qojnë i live-in semi tërë, se kam marrë për Sibra, i do t'i mëj njerë. Dakor, po të pës, e zemë se nuk ishe semi, a lodhësh? Ore, falem djeri që vjesë... Më thuj qik qa kemi hequr ne, të ka i GoFundi parë. Po, pra, i kam sare, se këta e kishim mundësi edhe vaj mirë, na thuj qik qa kena, po mirë nese lërë të shi, e shef ti ha vetë ma betë, pas atut na kujtoni ha vetë ma betë. Po, pra, jo se na lodhë, no vla, ne mundoj... E pa i ha vetë ma betë, tani, ban menti të ka para që mbrodhëm 100.000 euro ne, për atë gosën nga s'ka pari, qa ke hequr ti e unë, gjithë që kanë qenë aty? Unë desh vdiqa atere. Atere, nuk quhet ndim kjo që këtë karët e kam mbyll punë me zakonda, miru pafshim. Ndim quhet, se e kishe ti, e kishe marrë ti për sipër, apo? Ore, po prandaj i them faleminderit, sepse çaj them faleminderit. E po mirë, rregull. Se mos më ka hedhur më 20 milion euro në bankë ai edhe ti them faleminderit. Po ti si pranon se ti i kthen 40 mbrapsh ke thënë. Jo, kokër nuk ka shanse, zero. Me mua respektin e ruan të thot mira që bën. E ka respektin nga unë 1000 fish. Po shumë mirë.
Kur ka Po paguar... respekti rregulli jepi, ça diskutojmë kot. Gjë një sekond, kur ka paguar për Rosalindën, e kam ndirë sikur i ka paguar për mua. Me pastërti. Sepse ja di shumë mirë problemet familjes, hallet e gjërat e situatat, e kupton? Për atë pjesë nuk e atë poshtë, në vëllë. Unë Rosalindës e kam asgjë, pas familjen e Rosalindës nuk i kam asgjë. A kupton? Fare, o vëlla, këtu më njojtën, na këtu më respektuan, nga këtu më çonin çdo video, çdo mesazh, çdo gjë për të mbajtur me aq mundësi sa kisha i kam ndihmuar, e kupton? Edhe pra edhe pjesa pastaj që normalisht Është gjë që fatikisht funksionon në jetë që është e pa drejtë, e kupton, njeriu mund të bëj 700 milionë të mira, edhe po bëj një të keqe, njerëzit vërsulën gjithë, e kupton? Po duke harruar duke harruar se çka ka bërë. Po varet kush ka gabimi, no peshka qenë. Po di bërë. Kush është personi që bën gabimin, e kupton? S'ka lidhje o profesor. Po mirë, kur e bëkat gabime edhe rri këti me vitet tëra kujtoke. Kur bën një të mirë, pse s'rri me vitet të gjitha të kujtosh? Unë prandaj jam këtu me këtë se ka bërë të mira, pse çfarë jam. Jo vetëm tjerë, po të gjithë njerëzit flas. Ore, unë e respektoj ta mama, ta them me pas të tjerë, nuk e respektoj kështu me thesave. Ta e respektoj unë këtë me fjalë në vetë, nuk janë të rrallë që e respektojnë këtë. Ta dish edhe këtë, mund ta respektoj unë më shumë dhe mund ta dua unë më shumë. Po bravo, po kur të flasë për shembull, tjetër këtu kur të flasë profesor fol për shembull me emra, sepse e merr personale ky sikur e mori tash apo apo diçka që mund të kishte më përpara, kupton? Po ta marri personale në ring takohemi, arbitër Klevicet, edhe Po personale, kujton se flet për atë apo se çfarë personale, e kupton? Oh, e ka bërë edhe the father tani. Se ke bërë grandfather, Do të mas kësaj do ta çes hajni TikTokut. Është me grada posti jo, profesor. Se Ali Pasha e Belema, i ka marrë me grada dhe Ali Pasha. Ti pren kokën në fund. O profe, ata bëj pyetje. Si e ndjeve vetën kur tha babalja apo del nga lajfi? Me thënë të drejtën mu fik telefoni. Me thënë të drejtën e ka marrë babalën pasaj në privat edhe i thash, edhe mu fik telefoni, me pas tërti. Mu fik telefoni se nuk dole. Se me thënë të drejtën prap, e ka maj tjetër sa mund të thoja qa, të dalun, e mbyllun miru pash. E ka ma të sedër. Si ishte live jetë ai? Ore, e ka ma të sedër, po sinqerisht mu fik telefoni. Se atë sedër e ka me beja, tosha qa, unë baroj miru pafshin, kaloninje e zhikon. Pas ka qenë me fata e goza, pas ka qenë me zotin e. Po për këtë betohem, atë sedër o babalet je di që unë e kam, dhe e kam. Po mu fik telefoni, ajo pjesë po, mu fik telefoni madje, e mora që ma karikim me ashu sa erdhe aty, edhe u banua se do kjo iPhone-i kërë nëzorja të me bine kuqe. Edhe nuk kura të tjere. Se ta besojmë, si pas ka qëllu fix, e ke bërë me plantin, profesor. E ke bërë me plantin. E ke arru, do të